Shumë qytetarë nga vendet të ndryshme ja kanë mësyer parkut të Gërmisë. Madje për ta nuk është problem që të ecin edhe në këmbë, pasi që në fillim të hyrjes së parkut veturat ndalohen nga policia e Kosovës, por ka prej tyre që zgjodhen bicikletën. E gjithë kjo pasi që për 1 maj në ditën e punëtorëve qytetarët kanë vendosur të festojnë, ani pse në vende të ndryshme protestohet. Disa nga qytetarët e të cilët ishin shumica të rinj, mënyrën e tyre për të festuar e kishin zgjedhur përmes lojrave të ndryshme me top. E për dallim nga ta, një grup tjetër të rinj e shpargetoheshin në tingujt e muzikës me tarabukën nga një fëmijë. Disa nga numri i madh i qytetarëve tregojnë arsyet pse kanë vendosur të festojnë në 1 majin. Arbena Hysenin nga Mitrovica ka thënë se arsyeja pse ka vendosur të vijë në parkun e Gërmisë është për shkak se ka dëshirë të festojë këtë ditë. Sipas saj nuk është e drejtë të festohet 1 maji, por kanë dalë të festojnë për shkak të fëmijëve. Jo, e drejtë nuk është, tërë bote nuk e festojnë ama patun dëshirë nga fëmija. Gjeneta tha që i ka thënë se festa 1 majit për të është bërë si një lloj tradite. Me 1 maj si gjithmonë dalmi me shoqe, sidomos me shoqëni, mandej kemi marrë këto si zakon edhe çdo 1 maj kemi këto si zakon me dalmi. Emine Misini, e cila ka ardhur së bashku me fëmijët e saj nga Ferizaj, ka thënë se shet arsysh me festën e 1 majit. Kena vendosur sot se është festa e 1 majit me festu me gjithë popullatën shqiptare. Po shumë është në rregull të festohet 1 maj. Gjithmonë se kjo dita e 1 majit e kanë festuar më herët. Përkundër Emines, Ismet Ademin nga Prishtina mendon të kundërtën. Ai ka thënë se nuk e shet arsyeshme që festa 1 majit të festohet, edhe pse ai ka dalë së bashku me familjen e tij në Gërmi. Këtë ditë unë nuk e gjetë arsyeshme për me dalën. Se kënë në Amerikë që vaja për drejtat e punëtorëve. E kjo tash u shuk në përkejt venet, po të napet, po mënu me shkaku i fëmijëve. Përderisa qindra qytetarë të cilët kishin zgjedhur festën në ditën ndërkombëtare të punës, të tjerët e kanë shfrytzuar këtë ditë të punojnë në parkun Gërmia. Edhe pse nuk pranuan asnjë nga ata të flasin para kamerave, ata kanë treguar se kanë ardhur për të fituar, pasi edhe ashtu ditëve të tjera nuk ka shumë punë. Për e respektimin e të drejtave të punëtorëve, lëvizja vetëvendosje ka shpërndarë disa fletushka me moton të drejtat e punëtorëve, organizim sindikal.